Dëgjoni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma fitim. Shumë paqartësi rreth dështimit të seancës së sotme, por edhe asaj të së martës me opozitën që ju kritikon juve pse dështoi edhe sot seanca për konstituimin e kuvendit, zonja Hyseni. Tash, me të thënë të drejtën, nuk arrita kuptoj si mund të kritikohet lëvizja vetëvendosje për dështimin e seancës konstituive të SHN-s, e cila dështoi qysh në pikën e parë të rendit të ditës, pra në miratimin e raportit të komisionit verifikues të mandateve dhe të quorumit, që është një procedurë krejtësisht e rregullt dhe normale që zakonisht ka kaluar në kuvend pa ndonjë pengesë në kaluarën, kur kanë qenë pikërisht ata që e kanë dështuar këtë procedurë duke mos marrë pjesë në votim. Gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje votuan pro këtij raporti, ndërkohë që partitë politike, edhe pse me shumicë votash e kaluan atë në komision verifikues, kur erdhën në kuvend hezituan të votonin një raport krejtësisht normal i cili tashmë është certifikuar në KQZ. Pra, nuk e di si mund t'i hidhet faj në këtë rast partisë son politike, pra lëvizjes vetëvendosje, kur lëvizja vetëvendosje edhe të hënën, edhe sot, edhe të shtunën do ta ketë po të njëjtën gatishmëri që të votoj pro këtij raporti. Dhe unë mendoj që në këtë rast nuk mund të pritet që vetëm deputetët e lëvizjes vetëvendosje të marrin përgjegjësi që të votojnë një raport i cili siguron mandatet e secilit do deputet që është deputet i Republikës Kosovës nga të gjitha partitë politike, sepse e konsideroj që në këtë rast është përgjegjësi individuale bashkë secilit deputet që të ngrisë dorën për të votuar pro këtij raporti i cili tashmë ka kaluar filtrat e rregullt në KQZ dhe atje është verifikuar që nuk ka diçka që nuk shkon dhe që është gjithçka në rregull, qoftë me atë çfarë thot kushtetuta jonë dhe qoftë me atë çfarë thon ligjet tona në fuqi. Kështu që mendoj te kjo pikë nuk ka arsye që të kritikohet partia në pushtet, sepse do duhet ishte përgjegjësia e secilit deputet që të ngrisë dorën për mandatin e tij të fituar. Ndërkohë nëse kalojmë tek pikat e tjera dhe flasim për konstituimin e kuvendit, qoftë zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarit. Po, zonja Hyseni, pikërisht këtu pra po akuzoni se po e bëni krejt këtë për shkak të mungesës së numrave. I bie hise secili deputet që të ngrisë dorën dhe të marrë përgjegjësinë dhe jo të drejtoj kritikën drejt një subjekti politik, duke u munduar pak a shumë ta fshehin atë çfarë ata e krijuan, që është një precedent që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, duke sulmuar kështu parlamentarizmin tonë dhe duke e dëmtuar rënd edhe demokracinë dhe në veçanti zgjedhjet demokratike që kanë dalë prej datës 9 shkurt. Po, zonja Hyseni, një çështje që ka qenë aktive gjatë këtyre ditëve dhe që është diskutuar shumë ka qenë edhe çështja e dorëheqjeve nga KDI-ja. Kanë thënë se kryeministri dhe ministrat në detyrë duhet të japin dorëheqje formale për të zhbllokuar kuvendi. Pse s'po ndodh kjo? Zotri Kurti tha se nuk mund ta lë vendin pa zot shtëpie. Megjithatë shumë njohës se konsiderojnë se kjo është një çështje formale e cila nuk mbetet vendi pas shtëpie nëse nuk merret ky vendim. Shiko çfarë opozita po kërkon është që edhe çfarë disa organizata po kërkojnë ose komentues të ndryshëm të çështjeve politike sfundmi në vend nga hënia e tutje, është që kryeministri Kurti dhe ministra që tashmë kanë marrur vota të mjaftueshme për 100 deputet në kuvendin e Kosovës, t'i lirojnë zyret e tyre që rrjedhimisht pra të tërhiqen prej përgjegjësive që ata i kanë si qeveri në detyrë. Kjo nuk është e mundur të ndodhë sepse nuk thuhet dikon që duhet të ndodhë një gjë e tillë. Ata janë duke kryer detyrën e tyre deri në momentin kur deputetët e kuvendit të zgjedhin dhe të votojnë pro një qeverie tjetër që do të shkojë dhe do të vazhdojë punën në institucionet e qeveritare. Pra, kryeministri dhe ministrat kanë dhënë dorëheqje. Ata e kanë pranuar rolin e tyre si deputet duke dërguar një letër në KQZ, cilin KQZ-ja e ka marrë dhe e ka verifikuar. Në të njëjtën kohë ata kanë ofruar edhe dorëheqjet e tyre para se të fillonte seanca konstituive e SHN-s. Tash tjetër gjë është megjithatë mbledhjen e qeverisë po e udhëheq zotri Kurti, zonja Hyseni. Por amani nuk mund të funksionojmë në atë mënyrë të pyesim ata se si duhet të duket një letër dorëheqje e kryeministrit dhe ministrave, sepse këtu ka një procedurë që ndiqet dhe ajo është ndjekur. Tash unë e kuptoj që ata duan që kryeministri dhe ministrat
t'i lirojnë objekte qeveritare dhe të mos merren fare me ato punë, por ama ne nuk mund ta lëm qeverinë pas zot shtëpie deri në momentin kur kuvendi të marrë Atëherë ku është vendim nevoja për një ligj të cilin vetë qeveria e ka miratuar, zonja Hyseni, që nuk Shikoj, mund të ligjin që ka ekzistojnë dy miratuar pozicione në të qeveria, njëjtën kohë. por ama tash ose do ta interpretojmë drejt ose nuk do të bazohemi në interpretime të ndryshme që kemi dëgjuar gjatë këtyre 2 ditëve, sepse unë kam dëgjuar interpretime prej të ma ndryshmeve, kam dëgjuar edhe prej atyre që thonë që kryeministrat nuk kanë kryeministri dhe ministrat nuk kanë nevojë të largohen prej zyreve sepse ata tashmë kanë ofruar dorëheqjet e tyre dhe ligji nuk e kërkon një gjë të tillë, sepse janë qeveri në detyrë dhe do të jenë aty deri në momentin kur një qeveri e re të zgjidhet me votë nga deputetët në kuvend dhe ka ca të tjerë që ju konvenon ta interpretojnë këtë versionin tjetër duke thënë që ata me automatizëm duhet t'i lirojnë zyret e tyre, por kjo nuk do ndodhë. Tash varet si interpretojmë ligjin, por ama në ligj nuk thuhet që ata decisivisht duhet t'i lirojnë ato zyre dhe të mos duken fare më aty, sepse ata janë qeveri në detyrë dhe do t'jenë në detyrë deri në momentin kur kuvendi i Kosovës të kaloj këtë blokadën që e kanë krijuar partitë opozitare, edhe të kaloj pikat e zgjedhjes së kryetarit, e nënkryetarit, me që rast konstituohet kuvendi, e më pas të hidhet në votime dhe qeveria e re që unë nuk kam dyshim që do t'jetë kurti 3 me njëherë pas këtyre hapave. Me kë do të jetë marrëveshja, zonja Hyseni, për shkak se vetë nuk i keni numrat, a keni marrëveshje me zotrin Limaj për të qeverisur me vendin? Lëvizja vetëvendosje nuk ka marrëveshje me asnjë parti politike, deri më tani. Ne po punojmë në atë drejtim që t'i krijojmë numrat deri në momentin kur do të vijë koha që të shprehim pra fuqinë tonë me numra, por unë mendoj që tani është shumë e rëndësishme të diskutojmë për të parin hap që është i rëndësishme që i hap rrugë kalimit krejt pikave me radhë që sjell edhe deri te krijimi i qeverisë. Pra është shumë e rëndësishme që secili deputet ta kuptoj se sa e rëndësishme është që të shtunën të jetë konstruktiv në seancën e radhës dhe të votoj raportin e komisionit verifikues në mënyrë që të kalojmë në pikat e tjera të rendit të ditës dhe në mënyrë që ti konsumojmë hapat e radhës e të vimeve deri te krijimi i qeverisë. Ka qenë zotri Axhiaf Dyli. Shumë e rëndësishme që të konstituohet institucioni më i rëndësishëm në vendet, në njëjtën kohë dhe të mandatohet qeveria e re që do të thësh me vendin. Megjithatë ka qenë zotri Axhiaf Dyli i cili e ka konfirmuar një marrëveshje me nismën, zonja Hyseni. Unë nuk kam ndonjë informacion që ne kemi marrëveshje zyrtare me nismën, prandaj më duhet të jemi rezervuar dhe nuk mund të flas në këtë drejtim. Nëse do ta kisha do ta thoja, por unë deri më tani nuk di që ne kemi marrëveshje me ndonjë parti politike, as me nismën, dash më pak me partitë e tjera politike. Ajo çfarë lëvizja vetëvendosje po bën është që po angazhohet fuqishëm që të kalojmë këtë hapin e parë, pra këtë blokadën e krijuar, e sigurisht që në vazhdimsi jemi duke punuar që të krijojmë edhe numrat për kur na duhet, pra për votimin e kryetarit, e të njëjtën kohë edhe